Kur I ke analizu qëto pamje edhe kur I krahason, a ka diçka që rrezikon me u humb, e që patjetër duhet me u rujt? Përtej bazave historike në cilat është e thelluar albumi, mendoj që ka qenë gjithashtu edhe dekada e fundit ku fotografitë nuk kanë qenë digjitale, ku ende është përdorur fotografia në film, fotografia analog, ku halon fotografia analog, për arsye se m'pëlqen mekanizmi I fotografisë analog shumë. Edhe ka qenë një prej kohëve të fundit kur njerëzit kanë dokumentu, edhe kanë ditë qysh me dokumentu, pa marrë parasysh se ai lloj dokumentimit ka qenë veç diçka që ata e kanë bërë në mënyrë shumë të natyrshme. Janë mësu me pas një album, me zhvillu fotografitë edhe me pas fotografitë. Gjithçka ka qenë e dokumentume edhe e rujtune.